Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët. Jemi live me Pagjurmë këtu në televizionin Report TV. Ditën e sotme do të flasim për një histori që vjen nga qyteti i Shkodrës, një nënë e cila ka bërë denoncimin. Në fakt, në ditën më të rëndësishme të familjes së saj, do fejonte të bien, vajzën e madhe, gëzimin e madh, atë ditë u kthye një tragjedi për familjen kopshtari nga Shkodra, dashur miq, pasi kjo nënë humbi djalin e saj 17 vjeçar dhe u plagos vajza tjetër e vogël. Një ngjarje e rëndë e ndodhur në vitin 1998, por kjo nënë ka gjetur guximin të vinë në këtë studio për ta rrëfyer ngjarjen dhe padyshim për të kërkuar drejtësi, sepse koha nuk ja ka shëruar atë plag në zemër. Ne ndjekim një material për të prezantuar dhe ju të dashur miq me këtë histori dhe pas pak me mua në studio do jetë nëna për të marrë rrëfyer. Janar 1998. Duhet të ishte një ditë lumturie për familjen kopshtari nga Shkodra, pasi fejonin gëzimin e parë të shtëpisë, vajzën e tyre të madhe, por ajo ditë u kthye në tragjedi që do të shënjonte fort jetën e tyre. Jolanda, nëna e 3 fëmijëve, teksa përgatiste gjërat e fundit të festës, dërgon 2 fëmijët e tjerë më të vegjël, Ergitin dhe Marinën, në dyqanin e lagjes. Pas disa sekondash dëgjohen krisma. Flakën ëmbëlsira që po gatuante në kuzhinë dhe del me vrap në rrugë. Shikon 2 fëmijët e shtrirë dhe të mbuluar në gjak. Plumbat kishin përshkruar kraharorin e Ergit, 17 vjeç, i cili kishte ndërruar jetën në vend, ndërsa 7 vjeçarja Marina ishte plagosur, pasi kishte marrë plumba në krah. Gëzimi i asaj dite u kthye në hidhërim. Nën Jolanda nuk do të përcillte më vajzën tek dera e bashkëshortit, por të birin e saj në banesën e fundit. Asgjë nuk mund ta ngushëllonte atë ditë. Atë nënë fatzez, Zia, kishte mbuluar gjithçka. Por ajo gjeti forcat për të shpëtuar të bijën 7 vjeçare, e cila po i luftonte për jetën në spital. Pas shumë orëve operacion dhe përpjekjeve të mjekëve, vajza shpëtoi, por atë gjymtyr ku plumbat e përshkruan nuk e ka më aktiv. Zemra e një nëne që pas varrimit të djalit dhe operacionit të së bijës kërkonte të mësonte të vërtetën. Kush ishte dora ati kriminali që gjuajti mbi trupat e 2 fëmijëve të saj të pafajshëm? Pse e kishte bërë? Nga policia e Shkodrës u mësua se autori ishte arratisur dhe se shënjestra e tij ishte një burr dhe jo fëmijët. Konflikti i 2 të rriturve, hasmëria që mori jetën e 17 vjeçarit dhe plagosi motrën e tij të vogël Marinën. Autori u dënua nga gjykata, por ai jetoi në arrati për vite e vite të tëra. Emri i tij ishte një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. Pasi para këtij krimi, ai kishte kryer një krim tjetër, ku kishte vrarë për hasmëri një tjetër burr dhe një fëmijë. Nga ajo ditë kanë kaluar 25 vite dhe koha nuk e ka shëruar zemrën e nën Jolandës. Vendos të hap plagën e vjetër në një studio televizive, ndërsa lan çdo ditë me lot e vetme rrugët e qytetit. Jolanda Kopshtari ndodhet me mua në studio dhe unë me njëherë e përshëndes. Jolanda, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ju faleminderit. Një ngjarje e rëndë dhe jemi të rënditur kur e ke denoncuar në studion e emisionit Pagjurmë. Një ditë feste në familjen tënde që u kthye në tragjedi dhe ka humbur djalin e vetëm nga kjo jetë. Ngjarja është kështu, Odeta. Unë fejova vajzën e madhe dhe po pritshëm atë natë dhe ndrin për darkë. I thash djalit Ergi, shko deri në këtë rrugicë, se blej mungonte diçka. Ju vu vajza vogël mrapa. Edhe unë kuzhinë ndjova krisma. Dal nder, nuk shoh asisan se ishte 200 metra larg shtëpijet. Niva një si thuj zhurmet në rrugicë. Edhe dal deri te dera, pash ata të familjes të më shoh që po ngashin vrap drejt kryes rrugicë. Në çfarë lagje të Shkodrës? Tonkola. Po. Kur ndalun shkojnë kryt rrugicë, nuk shoh asisan, e kishin marrë djalin e vajzën, çunë në spital rajonal ku punoshe më dhonë, në spital. Edhe shkoj të dera e sallës operacionit, një mjek që punoshim me të përdit, më thot, landë mos u ngutot, se ka dal, njëri duhet me kanë i forti, një grue fort,
të ka dek vajza. Edhe meta u stepa. Po kur eca dhe 2 hapa niva tu kja vajzën, do me thanë niva zërin... Zërin e vajzës. Kur u afrova të dera salës, mjeku i nëru Mark Mira që Zylja Hakraje që kanë dek të 2. Lanë në lëndë punojmë, në atë ko djalin ata e dishin të vdekun, në atë ko kur kanë një emnin tem, kam pa një dridhje, të jenë edhe këthej kryt ka unë edhe i ku unë e lëndë. Aty, thash që janë njerëzit, nuk pasa dek, po më thou kanë kotë. Edhe marmusin. Për një reagim të djalit që bërin atë moment. Bani reagim edhe Ka i ka qenë me frymë. Se nivi emnin lanë në lënë punoj mjekt. Më falni se pa koshjenë se prej ka kamerën. Edhe marrë me dalë jashtë veç kam një ushtim. I kaq. Nuk e kuptova që diç në atë moment, unë dola jashtë, veç kam një ta njerëzit mi të bërtit, i kanë shpi, edhe u bët ceremonia mortore, në nesret në adhe më ka ardhë mjeku të kryt e djalit, edhe më ka thanë, lanë du të mi prej vajzë krahjen. Sepse edhe vajza ishte plagosur. Ishte plagosur në krah dhe plumi, i ka kap të 2 arterjet kryesore, djalit diq, vajza e qume jashtetit. Ashtë mirë ka një gisht drejt, këto 2 gishta drejt, por... Që sarin do t'i komandoj. Ashtë martume, ka 2 varza, janë punën e vetë. Unë nuk kam punë, mas kërkën tjetër, unë kam punë me atë njeri. Irlanda, e kuptoj që jetë rënditur të kemi rikthyer në atë datë 17 janar që nuk do harrohet kur në jetën tuaj. Atëherë ka të rëndit Shkodrën jo mu. 2 fëmijë absolutisht s'ka ba gjatë tjetër e djallë në shkollë, a marrë me kishen, i ka raketarës në shkallat shpisë. Kaq. Ma heq ide. Ju shkuat në spital dhe e gjetë djalin Kështu si të thash, me frymë. Por ti u largove nga spitali. Unë tu menu që e lash gjallë, veç kur kam një të bërtit në atë jashtë, se unë më thash e lash gjallë. Janë momente vërtet prekse. A i të ka parë në momentet e fundit, ka dëgjuar zërin në momentet e fundit. Një mjek të më thanë lanë në lëndë punojnë, unë kam marrë medalë për deret, aty ka lanë shpirt. Gjarja e rëndë ndodhi dhe ju e përsollën banesën e fundit djalin dhe vazhduat atë luftën për të shpëtuar vajzën. Ashtu, i kam thënë këputja krahin, më thënë drejten. Për vajzën. Vajzën atë kohë ka qenë 7 vjeç. Pa i ba. Dërsa i ndjeri djali ka qenë 17 vjeç. I kam thënë këputja sepse më ndoshëm. E kam dërë shumë djalin. Fëmin, si të tanë nanat, thoshëm, mos të më rrinë vetëm atje, po ishte me hingjën e aja punë, se nuk u dote. Me thënë atë fjallë, mrapa, me ka arë një hetusis, edhe ka marrë një deklarat. Ata njerëz të burrit, dikush thote, nuk du marrë dikush, divergjenca njëni me tjetrin, jo dona me takuj, dona unë kishëm qefat njëri me pa, edhe me pyt. Kush je? Pse s'menove kur gjujte me 2 fëmijë? Si keka jo punë me 2 fëmijë të pa fajshëm, pse gjujte? Nuk prenune me thirë, atëra kam thënë, unë si nanë, du me falë. Du me falë, në qose unë e faljoj, du me artu me më kërku falje, me thënë që zoje malët kam hek djallin deret edhe një djallë pata, faktikisht me myti shpresen. Si ka në të banë, myti shpresen. Por zemra jo të do e falte në ato momente, nësa i do vinte në familjen tuaj? Doshem me njoft prej afer. Kush, ju nuk e njihni të autorin? Absolutisht, a i rritën grutë Shkodrës, për që lidhje kam unë, më kanë le edhe gjyshat në Shkodrë. Por qëfar kishtë ndodhur? Si e mësuat ju ngjarjen nga policia? Ky person si kishtë ndodhur në zonën tuaj? Një mahalleli jemi, me të janë kapi, gjana ordinjere, që nuk kam asnjë lloj intereset me shpreh. Janë në konflikt? Një konflikt qastit, 2 fëmijë mi të blej, ky ka hinder, ky zotnia, që ai quhet Fren,
Mihl Avdia, thirret Bigj Avdia. Diça kisha me i thanë. Bani hapin, iku. Në fillim ka dhe një muj, kam kënë shumë e interesume, mas i kërkova, ma thirni e fali unë. Unë jam nana, nuk dua ta gjana, unë jam nana që e kam ba djallë. Ma ka myllë mu, shpresën e jetës, a i zotnija. Ma thirni, jo, gjana që nuk o doshin mu, ba atëherë po do të me ardhë. Pas krimit, si pas informacioneve që edhe ne kemi marrë, a i është larguar dhe ka jetuar në Arati. Ne? Në Arati, është larguar. Në Arati, thashtë të në Amerikë. Jo, në Arati, po? Edhe nuk një gjune këta me, ashtu, a i shpejtoj, ka pas makinë bluhe, vetur bluhe, 33-33. Kam dalë në rrugë, targa, makinë Shkodër, edhe e kam njeki, kam shku dhe të shpia. Shpin e ka pas karshi. Klasim ditët e pas ngjarjes. Pas ngjarjes, periudhë ditë e kam njekun, do me thanë, unë kam dasht me kap edhe me i thanë, hajde me thuj, ata moj vajzë, qesin kangë, jetojnë burrat në përmale, po kua burnia? Me vra 2 fmi, po kua burnia? Me ik e me i lanë njenin dhe njenin në për spitalet botës, e ta me në pas njenin në shpi, se vajza pështoj e kjof me jetë. Kua burnia atyne, kua është njerëzia, kua është identiteti shqiptarit, mas më artë e nana, e me i thanë, më falë më i zoj, mu më ka prej kratë e jetë se i njëri, pikë, unë, Landa, shumë do të kisha dhanë, me e pas karshi. Dashur Jolanda, ka kaluar 25 vite nga jo ditë e zezë, le të themi, për familjen tuaj ku humbet djalin dhe vajza u plagos, për falë Zotit, arriti ti mbjeton të atyre plagëve, plumbi që përshkroi pikërisht. Ai ka vajzën e ka vu kështu për para, një plumb ka përshkru 2 fëmijët e mi. Pra, djali, në momenti që ka dëgjuar krisma, ka mbrojtur motrën. Motrën e vetë. Ka mbrojtur motrën e vetë dhe një plumb ka përshkruar trupin e të dyve. Po. Edhe ka plagos pak shitsen. Edhe shitsen e ka plagos pak. Tërko ti më tërgove që pas ngjarjes ti fillove të gjurmoje autorin, ta ndiqe për policia e Shkodrës. Ishin vitet më të tmerrshme për Shqipërinë. Po, flasim pas 97-s. Prej Vermoshit e të shku në Konispol. Ata ishin vitet e Salibërishës, më falni se ndoshta që i hapi depot e armëve, moren edhe njerëz të papërgjegjshëm, njerëz që nuk kuptojnë se jetën ja falë Zoti robit, e nuk duhet ja marrish. Nuk e kuptojnë, sepse deri aty ashtë, inteligjenca aty, nuk kanë inteligjencë, me pasin nuk janë trim ata. Trimi anërysh, trimi din me të falë, e din me të vra. Në atë forfeje të vrash 2 fëmijë, e ti ku shvrap, më mërë sharratin, kujtu shku, për që nuk ka për nanën e ty në ti me i thanë, më falë, mu nuk më duhet gja kërkush tjetë, unë jam nana, unë kërkoj të drejtën teme si nanë, nuk më duhet. Vajza pështoj, falim nërë Zotit, janë familje të veta, nuk. Ajo që mua më bërë shumë përshtypje është që ai pasi bëri krimin, vazhdoi të jetonte në Shkodër, sepse ti e di që një muaj ka qëndruar. Po ka kënë prish atëherë dega mrenshme edhe u bane... Po në 98-ën policia ishte në detyrë. Ka kënë shumë e shkatrume. Tepër e shkatrume. Unë kam pas vetë, do me thanë, rjete me ta, vetë Silan, ka kënë shumë e shkatrume. Ti nuk mundet do të atakoje? Kjo ishte e malja. Pse iku? Ku e ke burnin timur që i thu jam burë? Po ti... O deta po të shishën, a i do t'ishte i djekun, unë do t'ishe në burg. Vetëm prej mos përfidhjes, mos me përfidh me shtin dhe një djallë 17 vjeç. E kam kitarën e ti në shpisat, vetëm i ra kitarës dita dhe bedaj me shku, shkote te kisha në shkollë. Ka që ishte, vajze ishte vogël, nuk ishte për qa ike. Për qa serdhe të unë, më falë, unë e kam bajket. Nuk ka falje për fëmin, po makare mu më ngrohë. Unë jam nana. E kuptoj qartë, por
Pas disa kohëve, unë besoj që institucionet u kthyen në detyrë. U kthyne. Sa keq janë kthyer. Shteti filloi të funksiononte pas. A funksionon sot? Unë kam dhënë me emën, me mjemen, unë kam taku. Ka dënuar nga gjykata ky person? Ashtë në kërkim më ka thënë një me mjemnin Bushati. Ashtë kënë në zyren e ekstradimeve që ekstradoshin për jashtë në Shkodër. Edhe vazhdojnë me kënë sot me mjemnin Bushati Odeta. Ashtë aty edhe me ka thënë është në kërkim. A i ka dalë automatikisht. Është ende në kërkim? A i tha, unë nuk kam mujtë me gjdo hap që kam banë. Pritë e male kanë kënë e më shoh që këta jinë aty e kërku na, këna bakë, ajo ka kënë një pritë kotë. Ajo ka kënë një pritë kotë. Blenda, jam interesuar të di, gjykata padyshime ka dënuar, edhe pse ai ka qenë narrati. Unë nuk kam kënë në gjyqë. Ti nuk e qenë? Nuk e kënë. A ke mësuar vesh informacion me sa është dënuar në mungesë? Nuk kam në ju, asë një dhe, A ka një vendim gjykate që ai është dënuar? Nuk ka pasur një gjyq. Si ka mundësi me kënë kërkim a i pa pas gjyqë edhe mos me kënë unë në gjyqë? Le tjetë kush dojnë dhe mos tjenë kush dojnë. Si është e mujtë unë tjetë ba? Unë kësaj radhe të deta. Por policia e shpalli në kërkim? Thot, është me mjemin Bushati, se ka i në Shkodër të ekstradime. Po pak rëndësika, e kuptoj. E qartë, do pyesim dhe do marrim në informacione. Por në momentin që ndodhi krimi, më pas policia nuk arriti dot. A mbriti policia në vendin e ngjarjes në atë kohë kur ndodhi krimi? Ka shku në vend ngjarje. Dhe ka shpallur në kërkim autorin. Edhe kështu më kanë thënë ka shpallur në kërkim. Dhe ju më konfirmoni që ai një muaj pas ngjarjes ka lëvizur lirshëm në Shkodër. Lirshëm nuk ka mujt ai sepse lëvizshëm mund çdo sekond, por nuk ka mujt ku më marr me pa lëviz lirshëm i kam shku te shtëpia. Ku ta mërshëm të lëvizte aty edhe unë të hishem burgu se të hishem dhej me djallë. Ilanda, i ke vajtur deri tek shtëpia autori, i ke trokitur? Edhe më ka nollë kështu. Ja ka blej jati atë shtëpi, për shpërblim se ka gjujt e ka vra një të ura bunë si plak, që para 80 viteve për para. Për hasmëri? Për hasmëri. Qërë që janë me 2 kam, jo me 4. Edhe ja ka blej shtëpi, kam kënë shtëpi, ka kënë të rashi, ka kënë dita 16 që më kanë nëru djali jetë. Dhe... Kush ta hapi derën? Kur vajtet e dere autorit? Po, diftoj o deta. Kam shku të pigjere, ishin pigjere të poshtë, dhe me thënë 40 cm prej toket, edhe kam gërësit në dera ata duket më pane, edhe më njohë prej mërën, më pane, duket, se nuk e di, vërse e kam parë në katin e dytë, në pigjere kishte vu kamen në pigjere, edhe shifte jashtë, am kupton, kam thënë hape deren, a i mund të më vriste, a i mund të bate gjithë qa, por në fillim e kam pasë, në fillim e në fund e gjdo sekund, aty e kam menden, nuk mundesh ti me marrë djalin, nuk mundesh. A i të mori jetën e djalit dhe ti dohet atakoje, qëfar do i thoshe autorit? Po të mund që do i thoshe. Së rrini e paguni 500.000 leksha, jina burra, e më kënoni kanë burnijet, ku e ke burnin do të apyqem? Burnia është vrasish i fmi 17 vjeç, një fmi rekord, flegosish i vajt 7 vjeqe, edhe mas të vish me taku tamen, ti shkatrosh jetën, ajo a burnia juj, unë gjdo sekund i jetoj me e pa atë njëri. Ata të fynë, ata bojnë gjithë qa, ata kanë, kura në gjenje me vra 2 fmi, njeni me deke, tjetëri me shtu, shqyqyro zot, edhe me ikë, mu nuk më duhet gjak e takon, unë jam e ama. Unë jam nana Ergit. Unë nuk du gjatë tjetër për ati, hajde mërë burri dhe të më vraj në Shkodër. Hajde në vraj ma mirë. E ta shë Jolanda, ti më thej që nuk e di nëse është zhvilluar një gjyq, ti nuk ke informacione se është dënuar dhe sa është dënuar, për nëse është shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ju e dini këte që ja bë gjyqi? Gjykata ka vendosur, ai është dënuar në mungesë, por ju nuk keni informacion. Asnjë lloj informacioni. Si nuk je drejtuar institucioneve? Jam drejtu, edhe më kanë thënë lanë të edhin se kanë tretë në dokumentacionet në 97-98 në Shkodër Abanami, Odeta. Fatkesisht në të gjithë Shqipërinë është bërë në Shqipërinë, dhe vdekjet që kanë kënë atëherë,
a di si të stoposhin diç këtu, diç atje, shkune me vran vlon, shkune me vran, të stoposhin të gjana. Por për të mësuar, edhe më vonë, edhe pas ati viti, për të mësuar me sa u dënua? Me sa u dënun nuk e kam marrë vesh kur, sepse e kuptoj që kjo punë është bë, am shedi që atë unë, direkt, prej anës burrit, am shedi që, mas me mdiftu, unë kam kënë shumë, e dhanun me e pat njëri. Thash i kam shku të shpia, gjithmonë kanë kënë blok për mua ata, blok, mas me dit, mas me pa. E ke kërkuar për gjatë 25 viteve? Ate? Nuk kam, Odeta, nuk kam lek me një, atje kisha shku. Nuk kam. Unë sot jam një pensionist e jetoj me pension. Dyshoj se jetoni jashtë Shqipërisë sot? Aj, jashtë Shqipërisë është, pa diskutim. Po kush me jetu? Keni informacione se Unë i kam kënë edhe atje në grud, poshtë të shpia këtu, që e ka pa, edhe në grud me bicikletë dhe i kam shku, kam pa tjatin, me i fmit vogën bicikletë të shku të toka, thoshin, ishte të toka atje, ishte i burë 70 vjetë, 70 sa vjetë, thash me vedi kuj mi a që ergi të aferket. Odeta do të kisha ba, atë që nuk menohet, sepse e kam pas djalin, po s'ka pus as një pun me ta, as një lidhje me ta, as një dhoj genit ma ta dhoj njerëzish, nuk zot larkë tëne. Mara e pun, por du me... Vazhdon dhe sot e dashur Jolanda të mendosh nëse përballesh i ditë me këtë person të bësh vetë gjysi? Kam frikë se nuk kam marrë me vedi. Kaq. Jolanda. Unë? Ai me i ka shto, të kam vra djalin edhe s'qaj kritiku? Jolanda, unë e kuptoj që kjo është e pa drejt, unë e kuptoj që zemra jote të dhëm, por ka institucione të cilat... Për që të institucione e ki? Për ata institucione që na të marrë vesh sot, le atër që kanë kënë ma shkatrume. Për ku janë institucionet? Ku? Ju keni informacion sa i jetoni jashtë. Base, nuk është nevojë ta bësh publike. Unë di ku i rënë shoqe, Odeta. Dini dhe shtetin ku jeton, vendin? Në Angli. Në Angli. Në Angli, ma thanë, mund fillim. E shoqe jeton karshi rrugicë teme, printe qoqe. Bashkëshortja, e ti? Po, jo, jeton me te, por printe qoqes janë aty krejt afer. Ata më kupto që i së më dalin për para, më kupto, ata s'kanë punë njështë të grustije, por asë shoqe, asë bidje, absolutisht. Ati kanë thanë franë avdia, franë mhil avdia, athirë bigja avdia. Ata janë tipa maj vajzë mirë me të fy, me të sha, me një të du, me e pa të më fy. Po jo me më që legena, paljaqo, shkodret. Kjo ka ke një tragedi që unë, Odeta, me thanë drejten, është e vështirë shumë i dhanë edhe spjegim, kësa i punët mrapa. Për shembull, kam një rast që i kanë shku komplet familja të mshoq të një vend aty me pajtu gjashu, se që thoshin nuk janë tonat, nuk i dim ata, unë jam shkodrane vajzë, nuk i di ata. Ja me ashtu gjaku në të rëvërëzi që thoshin, kanë dhënë kaq me pajtu e me këtë dëni mu pajtu i thoshin. Sirnje, falnje. Falnje, nuk ka kur që është ma e fort falja se sa vramja, po jo me mshetit në për Shkodër. Po jo me mikja shtetit, e unë me kja djalin. Për çdo fest. Jetoj vetëm, Odeta. Mërzitem shumë. Jam i njëri shumë i fort, mrenda vendit, po sikur po më shterojnë forcat. Nuk kam leksa atje shkoj. Kaq. Ai me mlan mu me mprej krahin e djast. U shkatru gjithë qa, sidomos mas dekës tia, shkatru gjithë qa në bosë, ishin kundra mejet. Herë thoshin do në me falë të burit, herë do në me falë, herë do në... Nuk e di si ka marrë vesh të kurrës. Jolanda, ne jemi një studio televizive, jemi një transmetim live dhe po e denoncojmë live. Unë jam është sigurt që institucionet do reagojnë. Odeta se di. Jam e sigurt. Faleminderit Zotit. Institucionet nga Shkodra do reagojnë, pasi shumë histori që kam trajtuar në këtë qytet, më kanë kontaktuar institucionet dhe sidomos kur bëhet fjalë. Odet, nuk du gjatë tjetër veç të vinë burg në Shqipni. Ti kërkon drejtësinë e djalit tënd. Që ai person që i mori jetën të kryejë dënimin që i ka vendosur gjykata, që unë jam e sigurt që ka një vendim gjykata dhe e është dënuar në mungesë.
Po atëherë më diftojnë ata, për që nuk e ekstradojnë masi jashtë me emen, me mi emen, kur rrim. Ai është në kërkim ndërkombëtar dhe ekstradimi bëhet nëse arrihet të gjenden gjurmët e tij, vendi ku ai jeton, të kapet dhe më pas bëhet ekstradimi për të kryer dënimin në Shqipëri. Por ai jeton ende në Arati, pra që prej janarit të vitit 1998 që ai kreu krimin, mori jetën e djalit tënd dhe plagosi të voglën tënde në atë kohë 7 vjeç, ai u largua dhe jetoi në Arati. Ka kaluar 25 vite dhe ai ende është në kërkim ndërkombëtar, që do thotë ende nuk është kapur nga policia. Pavarësisht se ju si nën gërmoni dhe keni kërkuar dhe keni mësuar që kush është bashkëshortja e tij, nga ku mund të jetojë ai dhe mund të jetë vërtet që ai mund të jetojë në Londër. Dhe jam e sigurt. Jeton në Londër, ka lindë tjerë fëmijë, më kanë thënë, jeton shumë mirë. Yolanda, ai person që t'ja përmendë emrin, ai person që mori jetën e djalit tënd, unë jam i sigurt që do e ndjeki këtë emision. Jam shumë e sigurt që do e ndjeki dhe do njoftohet. Nëse ai do na kontaktoj, hajde kontaktoj nanën e Ergit. Dhe do kërkoj një numër kontakti tënd. Ti them të gjitha nga eksperienca. Odeta, në qoftë se ai kërkon numrin e kontaktit me mua, në qoftë se është e mundshme, sepse unë nuk i di rregullat tuaja këtu mbrenda. Për të garantuar një gjë, nëse ai është në kërkim ndërkombëtar, padyshim që do na marrë pa numër. Kontaktojmë bashkë me telefon. Edhe dal vivo direkt. Ai njeri nuk mendoj sa të marrë frymën që do të jetoj në qetë ma. Nuk e mendoj. Ose të më thejnë përgjigje, unë s'jam burr, të më thojnë ka gjdu, publikisht, unë s'jam burr, unë jam maskara, se kam mik, të kam lanë të dera vdekjen, s'kam lekun, pa diskutim. Unë kam mik, edhe ta kam ba këtë punë. Të ma thojnë publikisht, nuk ka asisë në botë, e fali unë. I thëmë kjo është falë ati djallit. Yolanda, për të veproj drejtësia, ai do të kryej dënimin. 95% e shqiptarve nuk kanë shpresa të drejtësia aktuale. Inshallah, do të provohet të unë drejtësia me drejtësinë shqiptare. Kisha me thënë edhe diçka Odeta. Nuk do të kisha ardhur ti. Nuk I kam njek. Te ju më falë lutem, se jam shumë e ngarkume. Të besoj. Unë ju kam njek, jo pak, po ka një 2 vjetë që t'njeku. Bile qysh me fillimin, kur ju keni fillu emisionin e tana, kam pa një seriozitet edhe një pastërti në këtë emision. Kam shumë respekt. Falenderoj. Jo kot nuk erdha këtu. Erdha sinqerisht e më pëlqeve se nuk e vlerësoj shumë drejtësinë shqiptare. Por ta kam vlerësu këtë emision edhe kam ba këtë dalje publike, për mua është e rëndë, me thanë drejten. Ne e denoncuam live, të dyja së bashku, unë të dëgjova dhe jam prekur, sinqerisht, të përkuftova që je një grua shumë e fortë. Për zotën me Odeta. Je një grua shumë e fortë, në gjithë të rrëfim që më bëre për minutat të tëra, më dërgove detajet, momentin ku vajte në spital, dhe dëgjove edhe frymëmarrjen e fundit të djalit. Nuk e dishëm. Pasi e varrose gjetë guximi të vije të ndiqe autorin, të trokisje në derë. Po I kam shku në derë. Që ai të kërkonte falje dhe ta mbyllje gjithçka me aty. Ai duhet më kërkonte falje. Ai duhet vitet e do të ishte ma korrekt me problemin land. Mos nuk jap llogari për kërkën botë, unë jap për nënën e Ergit llogari. Edhe duhet më japish mu që e kam kam rrit. Unë të premtoj që do lidhemi me institucionet. Unë dua të them dhe pse ti më ke ndjekur dhe e njeh shumë mirë formulën e këtij emisioni. Poshtë atij ekrani janë 2 numra. Çdo kush mund na kontaktoj, çdo kush mund të na ndihmojë me informacione që mund të jenë shumë të vlefshme për drejtësinë shqiptare. Yolanda, e kuptoj që je shqetësuar. Të kërkoj shumë falje që jetojnë edhe këta modele. Jetojnë edhe ato modele, Odeta, më beso që jetojnë edhe ecin në për Shqipni. Edhe besim të drejtësia shqiptare. Më beso që I kam kjetë kaq të forta mrena edhe kam kaq miq, të kam zgjellë ty, Odeta.
me beso do të merresh vesh mrapa. Të kam zgjell sepse kam pa qiltërsi dhe seriozitet tek ju. Kam pa thjeshtin tuj në fillim të emisioneve edhe vazhden e emisioneve mrapa të vlerësishëm. Joland, unë do të mbaj më gjatë në këtë studio, do të përcjell, ne do jemi bashkë në kontakt, ne e deroncuam për herë të parë, unë uroj dhe vazhdoj të kem besim brenda vetes që drejtësia në familjen tënde do vi shumë shpejt. Faleminderit shumë, shumë prej teje. Shumë, edhe prej stafit se edhe këta janë një që Patjetër. Falenderoj. Nuk e di nëse ke diçka për të në fundit. Vetëm ma gjejat njëri. Edhe unë des rahat. Vetëm unë des rahat. Vetëm ma gjej. Edhe në qofë se ka një krynalësi e gja, ajo nana Ergit kërkon me arë në Shkodër me evra, mërë zotni. Unë s'po të kërkoj gjatë tjetër. Hajde më vraj. Mërë zotni. Faleminderit Jolanda. Mirë dashumish, do ndjekim pak këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Pjesën e dytë të dashumish, do vazhdojmë në këtë pjesë të dytë me 3 histori, 3 të rinj të cilët kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre. Do të flasim për të parin për Ardian Pali, 21 vjeçar nga Dibra dashumish, që ka humbur kontaktet me familjen përpara 3 viteve. I ri u nis drejt malit të Korabit për të mbledhur boronica dhe çajra të ndryshme, por humbet dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Regjia menjëherë më ka ndihmuar me pasaportën televizive të Ardian Palit, i cili e theksoi ka humbur kontaktet me familje në datën 20 maj të vitit 2020, dhe pse dyshohet se mund të ketë dalë nga ana tjetër e kufirit dhe mund të ketë hyrë në Maqedoninë e Veriut. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Ardian Pali ka humbur kontaktet me familjen e tij mes ditën e 20 majit, rreth orës 2. I riu ishte ngjitur në malin e Korabit për të mbledhur bimë medicinale, nga shitja e cilave siguronte të ardhura ekonomike për familjen. Vëllai i vetëm i 4 motrave nuk është kthyer më në banesë. Familjarët kanë bërë denoncim në polici për zhdukjen e Ardianit, ndërsa kanë nisur edhe vetë kërkimet. 200 veta janë ngjitur në mal për të kërkuar. I riu mendohet të ketë qenë duke mbledhur lule në vendin e quajtur Poroi i Thellë, afër Ekës së Epërme, në fshatin Tanush, pjesë e Maqedonisë së Veriut. Kjo është historia e Ardian Pali, dashumish, 21 vjeçari i cili rezultoni humbur për familjarët e tij përpara 3 viteve. Do të lidhem në këtë momente live me Dibrën dhe është baba i tij që është duke më pritur, zoti Zabit Pali, dhe e përshëndet. Zoti Zabit, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje. Po e prezantojmë sërish historinë e djalit tuaj me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion edhe nga studio e Pajgjurmë. Ka kaluar 3 vite, keni bërë shumë kërkime, çfarë informacionesh keni mbledhur ju si familjar, pasi dyshohet që djali mund të ketë kaluar kufirin? Shpresa të i kom shullit presidentit qik një narë dhe nuk ka përgjigje fare. Asnjë nga shteti nuk më ka përgjigje. E qartë, zoti Zabit, në vitin 2020, kur djali juaj humbi gjurmët në malin Korab, unë besoj që ju keni bërë kërkime në teren dhe nuk keni gjetur asnjë gjurmë të tij. Jo, kemi bërë kërkime asnjë gjurmë se kemi gjetur. Unë e kujtoj fare mirë rastin e djalit tuaj, sepse që ditën që ai humbi, ne kemi qenë në transmetim live dhe e kemi përcjell pasaportën e tij, ku kemi bërë thirrje, kush ka informacion të na ndihmonte, por fatkeqësisht kanë kaluar 3 vite dhe nuk kanë bërritur ende informacioni i parë për djalin tuaj. Nga kërkimet në teren, ju nuk gjetet asnjë gjurmë të tij. Ai teren është i vështirë, ne urojmë mos këndodhë diçka e keqe me fatin e tij. Por dua të pyes, djali juaj kur u ngjit në malin e Korabit, ka qenë me persona të tjerë apo i vetëm? Ka qenë dikush që atë ditë e hasi në mal? Jo, i vetëm ka qenë, me zëndrin. Ata janë ndarë të dy?
Janë darë të di. Janë Dhe darë- ai ka shku Keshadra, ka janë lullet Keshadra dhe nuk kemi taku më me ta. Pasi ai është kthyer te Çadra, ka dalë nga Çadra dhe është larguar drejtim të cilën Dhe është ju e njihni terrenin. larguar dhe Po. jo, nuk e njifte besh mirë terrenin. Djali nuk e ka njohur mirë terrenin? Jo, se ka njëf besh mirë. Ai ka qenë një terren i vështirë. Jo ka qenë, po mbetet një terren i vështirë. Po, Ju dyshoni se ndoshta mund të kaluar kufirin dhe është larguar? po, jam i bindur si kufinin unë bashkë me ta kemi kalu dhe nga kërkimit që më bërë dhe nga unë e Macedonisë nuk kemi asnjë shenjë, asnjë zhurmë të tij. Asë familjen tuaj nuk kam mbritur deri më sot ndonjë informacion qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve që mund të jetë parë këtu apo shpara tije? Jo, asnjë informacion. Sepse mua më kujtohet, zoti Zabit, që një informacion erdhi nga Tetova, që ai ishte parë në Tetov. Po, A u verifikua ky informacion dhe nga ana juaj? Ne kemi bërë të pamundurën realisht, edhe me policinë e këtij qyteti, por ende s'kemi arritur në gjurmë. jo, akoma s'kemi arrit në gjurmë. Unë do të përsëris dhe njerë të dhënat e djalit tuaj me shpresën që ai mund të ndodhe diku, me shpresën që mund të arrijmë për ta zbuluar këtë të vërtet. Jemi në kërkim të Ardian Pali dashumish, 21 vjeçar nga Dibra, i cili humbi çdo lloj kontakti me familjen në datën 20 maj të vitit 2020. Ka kaluar plot 3 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Nëse keni informacionin, i të lutur direkt të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë, një histori që është trajtuar gjatë, por urojmë dhe shpresojmë të marrim informacione. Zoti Zabit, dua ta mbyll me një mesazh. Por në, Dua ta mbyll me mesazhin tuaj, një mesazh që besoj e ke për djalin, për teleshikuesit, ata të cilët mund të na ndihmojnë me informacione. u bëj thirrje kushta këtë pa, na informoje. Kemi 2 numra kontakti në dispozicion, 2 numra kontakti dashumish ndodhe poshtë ekranit tuaj, nëse vërtet e njihni Ardian Palin, keni informacionin, i të lutur direkt të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë. Zoti Zabit, falenderoj që të pata në këtë lidhje, do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit. Faleminderit. Nga historia e Ardian Pali dashumish do të kaloj te Andi Klomollari, një 32 vjeçar nga Pogradeci, i cili ai ka humbur kontaktet me familjen në vitin 2018, përpara 5 viteve nga Londra dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Jeni duke parë pasaportën televizive të Andi Klomollarit. Do ndjekemi material të shkurtër që kemi përgatitur edhe për Andin dhe rikthehemi në studio. Andi Klomollari është 32 vjeçari që rezulton i humbur që prej datës 25 tetor 2018 nga Londra e Anglisë. Ajo ka qenë dita e fundit që ai ka komunikuar me nënën e tij Filloretën. Një vit para se të humbiste gjurmët, Andi emigroi drejt Turqisë, aty ku jetonte me një shok dhe të dy punonin në pasticeri, por pagesa nuk ishte e kënaqshme. Një mbrëmje kur Andi doli të shëtiste me mikun e tij, takoi një djalë me të cilin kishte njohje të vjetra, por emri i tij edhe sot e kësaj dite mbetet mister për familjen. Ky personi premtoi Andit se do ja paguante ai rrugën prej 12.000 poundësh dhe të dy do të niseshin për në Angli. Hera e fundit ka qenë 25 tetor, 2018. Fillimisht ka ikur në Turqi, që nga Turqia pasaj iku në Angli, ndën disa kohë atje, edhe na tha neve që punoj me i shokë shumë i mirë, rrugën ja pagoja se nëse kishim mundësi bënte shumë rruga. Tha më pagoj 12.000 euro ai djali. Lajmi i mboritjes së Andit në Angli e shqetësoi familjen, mirë po ai këmbguli të qëndronte pasi atje kishte shpresa se do të punonte dhe do të paguhej mirë. Vendin ku jetonte nuk e tregoi asnjëherë, vetë se familjes i thoshte se ndodhej në Londër të Anglisë dhe se ishte mirë. Sa herë ata e pyesnin për shokun që e ndihmoi, ai nuk ja tregonte emrin. Sa herë nëna kërkonte t'i shihte fytyrën, i biri refuzonte dhe nuk e hapi kurrë kamerën e telefonit. Pa është i mirë o birë thash i këti po qarë njeri u eshte se kështë merakun, si nenë. E shumë njeri mirë, tha mami, tha mos ki merak, tha, për momenti nuk ndodhet, këtu ka dalë, tha. Pas disa kohësh pasaj, tha mazuna të shokun në Angli, po se më qarë vendi, ku e dimne. Po emrin e shokut që e ndihmoi dhe vajte në Angli, Emrin e shokut nuk na i tha kurrë, ajo më ka ngelur pink, është një mister i paparkur, se mbase po të kështë e thënë diçka,
Do vinjë të vinjë Shqipëri sa në mbanë, sa i pektesh ishte. Iriu nga Pogradeci kishte përfunduar studimet për infermieri me rezultate të shkëlqyera, por nuk mundi që të gjente një punë, ndaj kjo ishte arsyeja pse ai emigroi jashtë vendit. Nëna e tij, teksa pret çdo ditë një lajm prej djalit, të vetmet kujtime janë disa foto të Andit dhe një bluzë, ku në to janë shkruar dedikimet më të bukura nga shokët e tij të shkollës, çka tregojnë se Andi ishte vërtet një djalë i veçantë. Do të kujtoj, Angela. Nga Pogradeci dashumish, telefonatën e fundit realizoi me familjen duke i thënë se ndodhesh pikërisht në Londër. Do të lidhem në këto momente me Mariglen Klomollarin, vllajën e të humbrit dhe e përshëndes. Mariglen, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Falenderoj që të kam në këtë lidhje, ku këtë mesditë vendosëm të sjellim në fokus historinë e vllajt tuaj me shpresën që mund të na bjerë telefoni dhe dikush të na japi informacion. Përpara se të pyes për gjëra të tjera, dua të them, a kam mbërritur në familjen tuaj ndonjë informacion? Jo, Odeta, për momentin nuk kam mbërritur fare. Ne kemi bërë përpjekjet tona familjarisht me njerëzit që kemi pasur edhe jashtë. Kemi treguar edhe në Angli ku sipas deklaratës që u tha që ishte para atje. Mirë po nuk rezultoni mbyllur ai restorant atje. Tani për momentin po presim për Turqi, por edhe atje ku ishte deklarata e dytë, mirë po nuk po gjejmë njeriu e duhur. Po presim, na kanë premtuar, por ndërkohë që nëpërmjet studios televizive mund të ketë shqiptar në atë vend, pikërisht e theksojmë në njëherë vendin në Turqi ku ka jetuar vllai juaj që mund të dalë vullnetar për të bërë verifikime, se duhet theksuar edhe për teleshikuesi që vllai juaj Mariglen Andi Klomollari fillimisht ka jetuar në Turqi dhe nga Turqia ka udhëtuar drejt Londrës, aty ku humbi dhe kontaktet përpara 5 viteve. Po, e vërtet. Ndërkohë që regjia t'japi dhe njëherë foto dhe pasaportat e të riut nga Pogradeci, Andi Klomollari dashumiq, është vetëm 32 vjeç, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 25 tetor të vitit 2018 nga Anglia. Ka shumë shqiptarë që jetojnë tashmë në Angli dhe jam i sigurt që ndonjëri prej ta që po na ndjek dhe në këtë transmetim live mund ta ketë njohur Andin. Jeni të lutur dashumiq, mund të merrni qoftë dhe anonim me studion e emisionit pa gjurmë për të na ndihmuar për të gjetur Andi Klomollarin, i cili rezulton plot 5 vite i humbur për familjarët, vllai, nëna, babai, gjithë familja, nuk ka asnjë informacion dhe nuk di asnjë arsye pse Andi e mbylli telefonin. Ndoshta pista ajo që dyshon familja, por edhe ne, si studio pa gjurmë, mund të jetë se mund të ketë përfunduar në ndonjë burg në këtë vend. Ne do të vazhdojmë, Mariglen, me verifikimet tona, unë uroj dhe shpresoj të vinë lajme dhe informacione për të nisur dhe ne pistat e kërkimit dhe me shpresën për ta gjetur. Shumë faleminderit Odeta, edhe ne kemi besim dhe shpresojmë akoma tek emisioni juaj se një ditë do mbërrijë një telefonat. Falenderoj, Mariglen. Faleminderit edhe juve, për të gjitha përpjekjet që keni bërë. Faleminderit. Dhe në fakt dashumiq, kur familjarët të thonë që kanë besim të plotë të pa gjurmë, realisht do të kuptoni dhe peshën e punës tonë. Në çfarë pozite dhe vështirësie dhe sa të vështire kemi kur familjarët marrin çdo ditë në telefon, momenti për të ngritur telefonin, për t'i shpjeguar këta familjar dhe për t'i sqaruar për çdo informacion dhe momenti që dhe ne dështojmë në rrugën tonë, që nuk gjejmë asnjë gjurmë, jemi të detyruar të tregojmë të vërtetën dhe në çfarë pozite ndodhet stafi i pa gjurmë. Mirë, nga Andi Klomollari do të kalojmë në një tjetër histori dashumiq, do të zhvendosemi në Tepelen, tek Hamit Memlika, 25 vjeçari nga Tepelena, i cili edhe ai ka humbur kontaktin me familjen përpara 5 viteve, konkretisht në 12 qershor të vitit 2018 nga Greqia. I punonte me një shqiptar tjetër në një fshat të Greqisë, telefonatën e fundit realizoi me të vllajin, po nga Greqia dhe më pas drejtimi është i paditur, nuk dihet asgjë për vendodhjen e tij që prej vitit 2018. Do ndjekim një kronik dhe rikthehemi në studio. Kjo është letra që Hamit Memlika la mbi tavolinë e më pas u zhduk. Askush nuk din të thot pse e paralajmëroi kështu ikjen e tij, duke i lënë këtë letër pronarit shqiptar në Greqi.
i njohur me pseudonimin Bushi. Për herë të parë ai emigroi në vitin 2017 dhe u vendos në Spat, ku nisi punë si çoban në stanet e Klemensinës. Nuk kishte shfaqur asnjë shqetësim, por as nuk ishte kërkuar të kthehej në atë dhe. Kontaktet me familjarët i kishte të rregullta deri më 12 qershor të vitit 2018, kur telefonoi për herë të fundit të vëllain Ervin Memlikën. Ky i fundit nga studia e emisionit Pa Gjurmë ngre akuza të forta për pronarin shqiptar, pasi 4 ditë nga zhdukja e Hamitit, Klementi telefonoi duke i komunikuar se i vëllai ishte larguar papritur. Telefoni i tij rezultoi fikur, ndërsa në rrjetin social Facebook, edhe pse rezultonte i humbur, ka qenë aktiv deri në fund të vitit 2018. Pasi e kanë parë online, familjarët i kanë shkruar por s'kan marrë asnjë përgjigje. Pas humbjes së të riut, në familje fatkeqësi do të pasonin njëra tjetrën. Babai ndërroi jetën ndërsa nëna pësoi paralizë. Nga shtrati, e sëmur dhe ajo bën apel për ndihmë për gjetjen e të birit. Bushi ti jesh mirë o Zot. Bushi Na ka marrë malli. Ku ndore s'ta din ku je. Kjo është historia e Hamit Memlikës dashurmiq, apo Bushi siç thërritej ndryshe në zonën e Tepelenës nga familjarët dhe të afërmit e tij. Është 25 vjeç, ka humbur kontaktet në vitin 2018 nga Greqia. Unë në këtë moment do të lidhem live me Greqinë, pikërisht me vllajin e tij, Ervinin, dhe e përshëndes. Ervin, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Dada. Jemi së bashku në këtë lidhje direkte, të falenderoj me shpresën që do marrim informacione edhe për vllajin tuaj, pasi në këtë pjesë të dytë po sjell në fokus disa histori që janë trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Po. Ervin, nuk e di nëse kam mbritur në informacion në familjen tuaj, përpara se të them ato pak informacione që kam mbritur edhe tek ne, por ende nuk jemi të sigurt nëse jemi në rrugën e duhur. Deri tani në familjen tonë nuk kemi asnjë lloj informacioni. Ervin, ju keni pasur kontakte me pronarin e vllajt, shqiptari i cili e punsoi dhe më pas vllai juaj u largua? Kontakte ka qenë diku para pak kohë se tikte vllai, domethënë, ose diku një vit mbrapa. Jo, Ervin, flas pasi ne zhvilluam emisionin dhe u lidhëm me ato person. Jo, mbasi është zhvilluar emisioni, jo asnjëherë. Sepse ai person na ka kontaktuar disa herë dhe na ka shpjeguar me detaje pikërisht ngjarjen, ashtu siç e tha dhe në transmetim live që Hamiti, vllai juaj, ishte larguar dhe ai nuk e kishte gjetur më. Ndoshta për shkak të situatave, Ervin, edhe ne shumë herë në zyrën tonë e kemi menduar, kemi ngritur ato pistat tona të kërkimit, duke menduar disa detaje të cilat ne nuk kemi bërë kurrë publike dhe nuk do t'i bëjmë publike sepse ju nuk pranoni që ne t'i bëjmë publike. Duke menduar situatën në cilën ka qenë vllai juaj, mënyrën se si iku, çfarë mori, çfarë la, e keni menduar ndonjëherë që mund t'i larguar me vullnetin e tij të lirë? Të gjitha i ka menduar, por tek asnjëra nuk jam e sigurt. Me vullnetin e tij pak e vështirë sepse gjuhë nuk dinte. Ndonjë uri të madhe nuk kishte. Dhe pak e vështirë me vullnetin e vet. Mendimi është në bazë të disa informacioneve, por thjesht bazohen nga fotoja, Ervin, nga historia, nga mosha, të dhënat që ne përmendim këtu në studio. Kanë ardhur disa telefonata nga emigrant, na kanë thënë disa fshatra që është parë këtu, është para atje, por jo se kemi gjëra konkrete. Gjëra konkrete që të kemi një foto, një video, apo një person që mund ta ketë takuar dhe ai ta ketë pohuar që po, quhem Hamit Memlika dhe jam nga Tepelena. Po, a mund t'i di për shembull, nga kanë ardhur informacionet? Nga disa fshatra që unë do t'i bëj publike dhe do ja dërgoj në WhatsApp, pa fill pas emisionit, Gjilda do ja dërgoj emrat e fshatrave që ndodhen diku në zonën e Patrës, ku ai është parë, por gjithnjë, po ta theksoj, emigrant shqiptar të cilët e kanë ndjekur emisionin në kanalin tonë në YouTube, bazohen nga historia dhe nga fotot që ne kemi publikuar. Pra nuk janë të sigurt nëse është vllai juaj Ervin apo jo, pra është Bushi, siç e keni përkëdhelur dhe njihet ndryshe. Tani ndoshta edhe ngatroj se të në Patrë nuk kam ndenjur për vete, jo në Patrë, fiks, të disa nga fshatrat e Patrës, kam ndenjur për vete. Pra, e një mirë atë zonë? E njoh, nuk është e njoh, mirë pa, ju kam ndenjur për shembull e njoh. E qartë. Ndoshta dhe mund të jetë dikush për shembull që më njeh, po nuk e di mirë. Edhe mund të ngatëroj pikërisht me ju? Po, ndoshta, mendimin.
po, mund të ndodhi edhe kështu. Mirë, më lejo të përsëris dhe njerë të dhënat e vllajt tuaj, duke bërë thirrje gjithë teleshikuesve, sidomos emigrantëve që jetojnë në Greqi, sepse gjurmët e fundit vllajt tuaj janë pikërisht nga Greqia dhe nga ky shtet ka humbur kontaktet me ju. Hamit Memlika Dashumiq është 25 vjeç, vendlindja Tepelen, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 12 qershor të vitit 2018, përpara 5 viteve nga Greqia dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërkohë që Hamit Memlika thritej ndryshe ose përkëdhelej nga të afërm dhe familjar me emrin Bushi. Nëse ju keni informacion, e keni parë diku, qoftë anonim, mund të lidheni me studion e Mësoni pa gjurmë, vazhdimisht I jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ervin, ne si redaksi pa gjurmë do bëjmë të pamundrën që çdo minutazh që na jepet nga televizioni Report TV ta shfrytëzojmë për pasaportat e të humburve, siç prezantova vllajin tuaj, çdo ditë do prezantoj të gjitha denoncimet me shpresën që do marrim informacione dhe lajme, dhe çdo informacion dhe lajm që do vi dhe është I sigurt që ka lidhje me historinë e vllajit tuaj, ne menjëherë do ju njoftojmë. Faleminderit shumë për mundimin. Ervin, falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit dhe unë, gjithë mira. Mirë dashumiq, me historinë dhe pasaportën e Hamit Memlikës kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme për të ritakuar sërish bashkë nesër. Mos harroni, pa gjurmë vjen live çdo ditë nga Hana në të premte ora 16 këtu në Report TV. Mirupafshim.